Elhamdulillah, umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam e pason pejgamberin e vet. Shumicën që i ka bërë Resulullah sallallahu alaihi wasallam i bëjmë edhe ne, sikur që është shtimi i kujdesit për me i fal namazet me xhamat gjatë Ramazanit vërejmë elhamdulillah një kujdes më të shtuar të xhamatit që mundohet me i frekuentu më shumë shtëpiat e Zotit. Cilat për fat keq, ne jemi musliman, neve jemi të obliguar 5 herë në ditë me u përgjigj thirrjes së muezinit. Kur thret hayya ala salah, hayya ala falah, e janë namaz, e janë shpëtim, ne jemi të obliguar me u përgjigj thirrjes së muezinit, po ja që njerëzit me obligimet e dunjos ande dinë shpesh herë të janë shkalojnë kohët e namazit. Ndërsa në Ramazan mundohemi elhamdulillah që i vrej që xhamiat janë shumë më të mbushura dhe njerëzit mundohen që namazet e tyne të ditës dhe të natës të i kalojnë në xhami. Por Resulullah sallallahu alaihi wasallam është vërejt për kushtimi i pejgamberit alayhis salam shumë gjatë muajit të Ramazanit. Për shembull, çdo muaj të Ramazanit Xhibrili alayhis salam ka zbrit dhe ja ka mësu Kur'anin, ja ka përsërit Kur'anin Muhammedit alayhis salam. Prandaj vitit po e zajmë kanë ardhur ajete të ndryshme për ndodhi të ndryshme. Sa në Ramazan, radhitjen se si duhet, si e kemi sot në mushaf, ka bo Xhibrili alayhis salam. Lexo prej këtu deri këtu, lexo këtë prej këtu deri këtu, deri në Ramazanin e fundit të Muhamedit alayhis salam para vdekjes, që Xhibrili alayhis salam ja ka përsërit 2 herë Kur'anin. Muhamedi alayhis salam ja u ka përsërit shokëve të tij. Resulullah sallallahu alaihi wasallam në Ramazan ka shtu namaz, që ka qenë veçanti e Ramazanit, sikur që është namazi i teravive. Ka dalë pejgamberi alayhis salam, ka falë namazin e teravive, një natë me xhamat, natën e dytë, natën e tretë, pastaj e kalon. Dhe kur është pyet, kanë ardhur xhamati, janë të bunë xhamit pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur është pyet Resulullah sallallahu alaihi wasallam namaz sabat, se s'ju ka dalë pastaj me u pri namazin e teravis, pse nuk dole ja Resulullah të priti xhamati? Ka thonë u friksova se mos pju bëhet obligim, farz. Prandaj na kam shiru Resulullah sallallahu alaihi wasallam për më na tregu se namazi teravis është sunnet e nuk është farz. Dhe këtë duhet me e di xhamati. Disa vërej ma shumë i kushtojnë kujdes. Namazit teravis e namazit të akshamit, ose namazit të jacis, ose të sabat. Namazi farz nuk krahasohet me namazet nafile vullnetare ose sunetit. Farzi është farz, për to do t'japim llogari. Prandaj Muhamedi alayhis salatu wassalam në Ramazan e inicoi apo e filloi faljen e namazit teravive, pastaj ne vazhdoi me në kohën e Hazreti Omerit kur e caktoi një imam dhe i bashkoi xhamatin që me i fal namazin e teravive, dhe ajo traditë vazhdoi dhe vazhdon edhe sot inshallah deri në ditë të gjykimit. Veprimi i halifës së drejtë, prej 4 khulafa ar-rashidin, Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit dhe Alijit radhiyallahu anhum jamian, është sunnet për umetin. Se thot pejgamberi sa aleikum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, e ju është punoni me sunetin tim dhe sunetin e halifëve rashidin të drejtë. Këta janë Abu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliju radhiyallahu anhu. Edhe pse është edhe një periudhë e shkurt e Hasanit, djalit të Fatimës dhe Alijut radhiyallahu anhuma, 6 mujore, me të në plotësohet periudha 30 vjeçare që e ka përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pas me e ka thonë, ka me pas khilafet, sundim 30 vjeçar, të cilët kanë me punu me Kur'an me sunnet. Veprimi këtyne, njëri për këtyne 4 halifeve që e punon një punë, dhe miratohet prej sahabeve, bëhet sunnet për umetin.